jam e ndarë nga burri mas kaq viteve martesë, se më kishte vendosur rregulla të reja. Për shembull, duhet pyesësh babën tim që shkosh tek prindrit e tu. Ose të më pyesësh mua, sepse unë jam burri, të zgjohesh në 5, t'ja qitësh çajin babës tim, sepse nëna do të flejë. Dhe të mos kem drejt të punojnë më. Më thoshin burrin e ke për dhomën e fjetis dhe për gjitha të tjera të ke vjerrin. Edhe për këtë arsye jam ndarë. Mirë më ja ke bërë për Zotin, vallaj mirë ja ke bërë për Zotin. Ti pas ke pas 2 burra, pas andash me dhonë dhe i burr tjetër, pas andash me të martu me 2 burra. Shumë mirë ke bërë, kjo nuk është jetë. Ky tipi ishte ai që duhet kishte raportet dhe komunikimin, edhe çdo gjë. Pastaj gruaja nuk është mall o burrit e tash nuk është shkllave që nuk e di për Zotin. Kështu që stresit 0, ja ke bën mirë fort. Jetoje jetën tate, futi të martuar tani për shqefin tat, e jetoje jetën tate, e shqyr që të ka rujt Zoti prej kësaj mhallje.